Në 10 vjeçarin e fundit, Maqedonia e Veriut po përballet me rënje të numrit të popullsisë, por jo në të gjitha komunitetet e saj. Shqiptarët shënojnë shifra pozitive sa i përket lindjeve dhe vdekjeve, ndërsa maqedonasit kanë regjistruar një shtim natyror negativ prej rreth 4100 personash më pak. Specialistët theksojnë se duhet të ndryshohen politikat dhe se çiftet e reja duhet të kenë mbështetje për krijimin e familjeve. Në nivel shtetëror janë regjistruar 16061 lindje dhe 20201 vdekje, duke rezultuar me një shtim natyror negativ. Megjithatë, ndarja sipas përkatësisë etnike zbulon një diferencë të thellë mes komuniteteve kryesore. Popullsia maqedonase ka regjistruar 6841 lindje dhe 14760 vdekje, një bilanc që shkon në 7919, ndërkohë popullsia shqiptare ka regjistruar 5473 lindje dhe 3309 vdekje me bilanc pozitiv 2164. Te maqedonasit për çdo 100 lindje ka pasur rreth 216 vdekje, tregues i qartë i plagjes së popullsisë dhe rënies së vazhdueshme të lindshmërisë, ndërsa te shqiptarët për çdo 100 lindje ka rreth 60 vdekje, që mbajnë bilancin natyror pozitiv dhe në kushte emigrimi. Analistët vlerësojnë se ndryshimi demografik do të ndikojë drejt për drejt në strukturën e arsimit, tregun e punës dhe sistemin e pensioneve, si dhe në balancat politike dhe ekonomike në dekadat e ardhshme në Maqedoninë e Veriut. Në të kaluarën, vendi ka pasur politika për shtimin e popullsisë, si pagesa mujore për fëmijën e tretë dhe të katërt, të cilat nuk kanë treguar sukses të dukshëm. Së fundmi është paralajmëruar rikthimi i fokusit te politikat e reja, duke përfshirë lehtësime për blerjen e banesave për çiftet e reja, me synimin për të adresuar arsyet pse të rinjt martohen më rrallë dhe krijojnë familje me vonesë, madje në mënyrë të diskutueshme dhe për të testuar opinionin publik. Kryeministri Hristijan Mickoski kishte deklaruar se beqarët do të paguanin taksa, deklaratë që u prit me reagime të ashpra në opinion.